Këngëtarja e shkurtë Feza ka reaguar me një mesazh mbështetje për studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut, duke theksuar se gjuha shqipe është identitet dhe drejtë themelore. Në reagim thuhet se zëri i studentëve për gjuhën shqipe është një zë për dinjitetin, identitetin kombëtar dhe të drejtat njerëzore. Gjithashtu, theksohet se gjuha amtare nuk është privilegj, por një drejtë themelore që duhet të trajtohet me barazi. Mesazhi u bën thirrje të rinjve shqiptar të qëndrojnë të bashkuar, të qetë dhe dinjitoz në protestat dhe kërkesat e tyre, duke nënvizuar rolin historik të rinisë në ndryshimet shoqërore dhe politike. Të dashur student në Maqedoninë e Veriut, zëri juaj për gjuhën shqipe është zë për dinjitet, identitet dhe të drejta njerëzore. Gjuha amtare nuk është privilegj, është drejtë themelore. Ju mbështes me zemër në kërkesën tuaj që gjuha shqipe të trajtohet me barazi. Rinia gjithmonë ka qenë forca që ka lëviz historinë përpara, prandaj qëndroni të bashkuar, të qetë, dinjitoz në protestën tuaj. Ai që punon në vendin e vet, është i bekuar nga Zoti. Ishin ndër të tjera fjalët që Shkurtë Feza zgjodhi të publikonte në rrjetet e saj sociale, duke treguar edhe një herë kështu mbështetjen që ajo ka për çdo kaos të rinisë ku folet shqip. Na duhet të rikujtojmë se Shkurtë Feza është një emër mjaft i njohur i muzikës shqiptare, ku këngët e saj menjëherë kthehen në hite dhe mbahen mend për gjithë jetën. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.